Të gjithë njëherë ju uroj punë të mbarë, do dhash Zotit që të jemi sa më të bishëm për vendin. Sot po diskutojmë në parim për buxhetin e shtetit, jo veç teknikisht, jo vetëm si numra tabela, por si planifikim i drejtimit ka po ecëm si shoqëri. Buxheti është pasqyra më e qartë e asaj ka po shkojmë si vend, aty shihet çka kemi në mendje për familjen tona, për rinin, për punëtorin, për bujkun, për mjekun, për mësuesin. Po na thuhet se ekonomia do të rritet gati për 5%, tingëllon bukur. Por vetëm pak kohë më parë u ul parashikimi për vitin 2025. Kur brenda një viti ndryshojnë kaq shumë shifrat, lind pyetja natyrshëm apo flasim mbi baza reale apo veç mbi shpresa e ambicie elektorale. Nëse kjo rritje nuk realizohet ashtu siç po shihet, atëherë të hyrat bien, deficiti rritet dhe barrën prap e paguan qytetari. Edhe inflacioni parashihet me ra, por e dim fort mirë që çmimet e energjisë, krizat e jashtme të vendit dhe luhatjet në tregjet botërore nuk varen prej nesh. Aq më tepër kur e dim që industria prodhuese në Kosovë për fat të keq është ende mjaft e dobët. Për këtë arsye duhet t'i falenderojmë ata që prodhojnë dhe mbi të gjitha dhe t'i stimulojmë në mbështetje serioze në këtë sektor prodhues. Një tjetër realitet që s'mund të fshihet është se buxheti vazhdon të mbushet kryesisht nga TV-sha dhe nga aksizat në kufi prej mallrave që i blejmë nga jashtë, edhe prej veturave që dukanojmë shpesh me çmime rekorde në Evropë. Kjo do të thotë se ekonomia jonë mbështetet më shumë mbi konsumin e importit sesa mbi prodhimin vendor. Sa herë që rritim çmimet jashtë, ne e ndjejmë menjëherë në xhepin e qytetarëve të Kosovës. Kjo nuk është rrugë e sigurt, por duhet të analizojmë dhe të bëjmë politika më të mira që të forcojmë shtetin. Shpenzimet për subvencione dhe transfere sociale janë rritur ndjeshëm. Pensionet dhe ndihma sociale janë të domosdoshme, askush nuk e mohon këtë. Por kur kjo kategori merr më shumë mjetës se sa investimet kapitale, duhet t'ja bëjmë vetes pyetjen serioze, apo ndërtojmë zhvillim për të ardhmen, apo veç po menaxhojmë të tashmen. Apo blejmë kohë, apo blejmë qetësi sociale, ndoshta edhe vota me skema të herpashershme për pensionistë, student, kategori të tjera, nuk duhet të kishim me qenë me të drejtë që këtë mbështetje të jemi të rregullt dhe të qëndrueshëm qoftë përmes rritjes së koeficienteve të pagave apo përmes mekanizmave që u japim qytetarëve siguri të vazhdueshme e jo ndihma sporadike një apo një herë në vit. Investimet kapitale në letër duken të mëdha, afro 1 miliard euro, por përvoja viteve të kaluara na ka treguar se shpesh realizohen vetëm 60% apo edhe 70%. Pra, problemi nuk është vetëm sa planifikojmë, por sa dim me i çu projekte deri në fund. Rrugët, shkollet, spitalet nuk ndërtohen me premtime, por me punë konkrete dhe menaxhim të përgjithshëm. Rritja e borxhit publik, sidomos e atij të jashtëm, është një tjetër çështje që s'duhet të anashkalohet. Borxhi nuk është i keq nëse përdoret për investime që sillen zhvillim dhe rritje ekonomike, por nëse merret për të mbuluar shpenzimet e përditshme, atëherë po alem barrën brezave që vinë. Ekonomia jonë vazhdon të mbështet fort në remitenca. Parat që dërgojmë vëllezërit dhe motrat tonë nga Mergata janë bekim për shumë familje, por një shtet serioz nuk mund të ndërtoj të ardhmen e vet mbi djersën e mërgimtarëve. Duhet që të krijojmë kushte që njerëzit të punojnë, të prodhojnë dhe të jetojnë me dinjitet këtu në vendin e vet. Në shëndetësi po rritin fonde për barna dhe pajisje, por mungon në reforma e thellë që do të siguron të sistemi shëndetësor për të gjithë. Mjekët vazhdojnë të largohen, mos harroni sigurimet shëndetësore që keni premtuar e qytetarët po presin për zbatim e jo vetëm fjalë.
Në arsim, po ndohen mjete për paga dhe ndërtesa, por kërkimi shkencor, laboratoret, digitalizimi mbesin prapa. Në bujqësi, pjesa më e madhe e buxhetit shkon për subvencione direkte, ndërsa shumë pak investohet në përpunim aty ku kërkohet dhe krijohet vlera e shtuar. Industria ka nevojë për mbështetje të vërtet, jo vetëm fonde simbolike, edhe ndërmarrje publike shpesh subvencionohen për të mbuluar humbjet, jo për të modernizuar dhe për të bërë ato të konkurrueshme. Po shtuhen edhe reformat e rëndësishme si tatimi i progresiv në pronë, ndërkohë që komunave ju kërkohet të mbledhen më shumë të hyra. Edhe atë hyrat jo tatimore pothuajse nuk rritin fare, çka tregon mungesë të reformave serioze në menaxhim. Të dashur miq, ky buxhet duket më shumë i ndërtuar për me menaxhu tashmen sesa për të ndërtuar të ardhmen. Ka shumë fokus në konsum dhe shpërndarje, e me pak prodhim dhe krijim të vlerës së re. Na kemi nevojë për një planifikim më të mirë, për një ekonomi që prodhon, që eksporton, që mban të rinjët këtu, për investim në dije, në teknologji, në bujqësi, përpunuese dhe në industri prodhuese, për një buxhet që mbështet jo vetëm në import edhe remitenca, por në forcën e brendshme. Por njëkohësisht nuk guxojmë me blloku funksionimin normal të shtetit, paga duhet të ekzekutohen pa asnjë vonesë, sepse ato janë siguri për familjet tona dhe bazë e stabilitetit shoqëror. Kjo nuk do të thotë që buxheti nuk ka nevojë për përmirësime, përkundërzi, ka nevojë për korrigjim dhe për rishikim sa më të shpejt, se mënyra që mjetet publike të orientohen me të drejtë zhvillimit dhe me të qëndrueshëm. Si antar i buxhetit, si antar i Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe si antar i Partisë Demokratike të Kosovës, sigurisht do të paraqes edhe amandamentet e tjera, besoj që edhe deputetët e tjerë ka nevojë që kërkesat, sidomos ato elektorale, të paraqesin në kuvend dhe përmes buxhetit të zotohen që ato të realizohen. Sigurisht, unë e shoh që shumë projekte janë anashkaluar, mesin e tyre edhe një projekt buxhet, një projekt që ka qenë edhe më herët, që është larguar padrejtisht, që ka qenë projekti i Brës Shëpolit, që kishte me lehtësu jetën e qytetarëve të Skënderajit për ujë të pijshëm. Ka qenë një padrejti e madhe, për shkak që edhe pse kanë premtuar që do të reflektojnë në të ardhmen dhe do të rishikojnë buxhetin, nuk ka asnjë ndryshim në këtë aspekt, por edhe projektet e tjera që realisht shikohen që janë në dokument, fatkeqësisht nuk po zbatohen dhe nuk po realizohen në plotëmëri, dhe sigurisht që Kuvendi i Kosovës nuk duhet të jetë vetëm në amandamentimin, por edhe në mbikëqyrjen e buxhetit, dhe realisht kuvendit i ka humbë edhe një rol vendimars dhe mbikëqyrës, sepse nuk është kuvendi këtu vetëm në fund të vitit të ketë votën për buxhet apo amandamentojë edhe buxhetin, por të ketë edhe rol vendimars kur ka në çështjet e realokimit të buxhetit. Prandaj do të jap maksimumin tim si deputet edhe gjatë procesit të amandamentimit.